Ish shefi i Agjencia Kosovare e Inteligjencës, Burim Ramadani, ka reaguar ndaj deklaratave të fundit të Aleksandar Vulin, duke i cilësuar ato si kërcënime të hapura, madje edhe me jetë ndaj individëve në Kosovë. Përmes një postimi publik, Ramadani ka thënë se Vulin po përdor gjuhë shoviniste dhe paralajmëroi se deklaratat e tij mund të jenë sinjal për ndonjë plan konkret destabilizues nga Serbia. Ai theksoi se institucionet e sigurisë duhet të rrisin ndjeshëm vigjilencën, pasi sipas tij Serbia mund të tentojë të shfrytëzojë ndonjë moment për të shkaktuar destabilitet në Kosovë. Postimi i Ramadanit. Aleksandar Vulin pas ka kërcënuar sërish, madje me kërcënime të hapura me jetë për njerëzit individualisht në Kosovë. Vulin është një shovinist i çmendur, i cili në këtë rast edhe mund të jetë duke paralajmëruar ndonjë plan konkret destabilizues të Serbisë. Duhet rritur siguria ndjeshëm. Serbia do të tentojë të shfrytëzojë ndonjë moment për të shkaktuar destabilitet në Kosovë. Ish deputeti i lëvizjes vetëvendosje Nasuf Beta ka deklaruar se aktualisht nuk ekziston matematik që do ta mundësonte zgjedhjen e Vjosa Osmani për një mandat të dytë në krye të shtetit. Në Debat Plus në TV Dukagjini, Beta tha se kryeministri Albin Kurti është njohës i shkëlqyeshëm i matematikës politike, por sipas tij numrat në kuvend nuk janë në favor të zgjedhjes së Osmanit. Albin Kurti është njohës i shkëlqyeshëm i matematikës politike. Nuk ka matematik për momentin që e zgjedh Vjosa Osmanin presidente të shtetit. Nuk ka, e ka thënë shumë qartë. 2 është për 1 është pak. Me mungu ose mos me votu. Unë konsideroj që Albin ka llogaritur shumë bukur. Me këtë opozit nuk ka mundësi kurse si të zgjidhet Vjosa presidente, përkundër dëshirës së Albinit. Albini e ka thënë që ka dëshira ta zgjedh, por si ka votat. 100 herë ka thënë Beta. Për zgjedhjen e presidentit kërkohen 80 vota në 2 rundet e para, ndërsa në të tretin mjaftojnë 61 vota, nga gjithsej 120 deputet. Ish-kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj, ka deklaruar se një numër i respektuar, jo i vogël, i deputetëve të lëvizjes vetëvendosje, VV, i kanë premtuar votën në rast se ai do të ishte kandidat për president të vendit. Në një intervistë në emisionin Pressing, Haradinaj tha se këto premtime janë dhënë drejt për drejt, madje edhe në prani të kolegëve të deputetëve. Një numër i respektuar, jo i vogël edhe i deputetëve të VV-s, më kanë thënë nëse je në garë e ke votën time, e kanë thënë edhe në takime në prani të kolegëve të vet, deklaroi Haradinaj. Ai shtoi se deputetët në fjalë janë gjallë dhe munden me u deklaru edhe vet. Haradinaj foli edhe për çështjen e kandidaturës për president, duke thënë se i duket politikisht e habitshme që kryeministri Albin Kurti nuk e ka propozuar Vjosan Osmani për një mandat tjetër. Jam i çuditur që Albin Kurti nuk e ka propozuar Vjosan Osmanin, sepse edhe arritura e LVV-s është kontribut edhe Vjosan Osmanit. Ka qenë gare përbashkët, është bukur e habitshme mos kandidimi i saj, tha Haradinaj. Sipas tij, mos propozimi i Osmanit nga ana e Kurtit nënkupton një anashkalim politik të saj, pavarësisht rolit që ajo ka pasur në fitoren zgjedhore të përbashkët.